Territori shqiptar për datën 3 nëntor 2025 pritet të jetë në ndikimin e masave ajrore relativisht të qëndrueshme me vranësira të pjeshme dhe intervale me diell në pjesën më të madhe të vendit. Gjatë paradites pritet moti qetë me vranësira kalimtare ndërsa pasdite do të ketë më shumë hapësira me diell në zonat qendrore dhe bregdetare. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 4 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale të arrijë deri në 19 gradë Celsius në zonat e ulta dhe qendrore. Gjatë ditës parashikohet të ketë rreth 5 deri në 6 orë diell. Era pritet të fryejë lehtë nga drejtimi veriperëndimor me shpejtësi 2 deri në 4 metër për sekond, ndërsa përgjatë vijës bregdetare her pas here mund të arrijë deri në 5 metër për sekond. Deti pritet të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 3 nëntor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 2. Sipas vlerësimeve astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 3 nëntor pritet të jetë rreth orës 6:07 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:41 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër 9 deri në 18 gradë Celsius. Kukës 6 deri në 15 gradë Celsius. Peshkopi 5 deri në 13 gradë Celsius. Tiranë 8 deri në 19 gradë Celsius. Durrës 9 deri në 19 gradë Celsius. Kavaj 9 deri në 18 gradë Celsius. Elbasan 8 deri në 18 gradë Celsius. Berat 8 deri në 19 gradë Celsius. Korçë 4 deri në 12 gradë Celsius. Vlorë 10 deri në 19 gradë Celsius. Gjirokastër 7 deri në 17 gradë Celsius. Sarandë 11 deri në 19 gradë Celsius.